Kush ishte Mark Aureli? Në vitin 121 të erës sonë, në një pallat mermeri në kodrën Cajlian të Romës, lindi një fëmijë që do të sundonte botën, por që e donte vetëm një gjë, të sundonte vetveten. Emrin ia vun Marcus Annius Verus. Perandori Hadrian e pa në sy dhe e quajti Verisimus, më i vërteti i të gjithëve. Në moshën 12 vjeçare e hodhi mantelin e purpurit dhe veshi robën e ashpër të filozofit. Fli në dy sheme. Hëngri bukë të thatë dhe filloi të pyeste: çfarë është njeriu kur i heqësh kurorën? Në vitin 161, kur u bë perandor, Roma ishte në kulmin e lavdisë. Një 5 milion kilometra katror territor, 70 milion banor, rrugë që lidhnin Britaninë me Sirinë, ujësiella që pinin edhe perëndit. Por Marku nuk u ul në fronin e artë. U ul në një stol lisi në çadrën ushtarake pranë Danubit. Për 14 vjet rresht. Në dimër 25, në ver pluhur deri në gryk. Legionet e tij vdisnin nga murtaja. Fëmijët në Rom vdisnin pa emër. Dhe ai shkruante çdo natë me dorën që i dridhej nga të ftohtit: ti je një pikë kohe. Mos u ankohu. Bëj detyrën. Kur Avidius Cassius u ngrit kundër tij dhe u shpall perandor në lindje, të gjithë pritën që Marku të dërgonte ushtri për të prerë kokën tradhtarit. Ai dërgoi një letër: nëse populli do Cassiusin, unë heq dorë nga froni. Unë nuk jam zotërues i Romës. Roma është zotëruesja ime. Kur Cassiusin e vran ushtarët e vet, Marku qau: jo për vete, për Cassiusin. Desha ta falja, tha ve. Në vitin 180, në qytetin Vindobona, Vjen, i sëmur, i lodhur, 59 vjeç, i thiri komandantët dhe u tha fjalët e fundit: shkoni te ushtarët. Unë jam mirë. Pastaj u kthye nga miqt dhe pëshpëriti: pse qani për mua, kur duhet të qani për të gjithë ata që vuajnë? Në orën 4 të mëngjesit, perandori i fundit i mirë i Romës u bë një grush pluhur. Por pluhuri i tij u shndërua në fjalë. Dhe fjalët e tij u bën zjarr që digjet 1900 vjetëve sot, kur njerëzit pyesin: kush ishte Mark Aureli? Thuaju kështu: ishte njeriu që kishte gjithçka, dhe zgjodhi të jetonte si të mos kishte asgjë. Ishte perandori që sundoi 70 milion njerëz, por çdo mëngjes pyeste veten: a do të jem sot njeri i mirë? Ishte luftëtari që fitoi 14 vjet luftë pa pushim, por humbi çdo betejë me egon e vet, dhe e quajti këtë fitore të madhe. Ishte burri që kishte 14 fëmijë, por vetëm një trashëgimtar. Një ditar të vogël me 12 libra, që sot lexohet nga miliarder, ushtar, të burgosur, president. Ishte njeriu që dinte se do të vdiste, dhe prandaj jetoi çdo ditë si të ishte i pavdekshëm. Mark Aureli nuk ishte perandor. Ishte dëshmia e gjallë se një njeri i vetëm mund të sundojë vetveten më mirë se çdo mbret sundon botën. Dhe kjo është arsyeja pse emri i tij nuk do të vdes kurrë. Sepse ai e jetoi për të qenë i madh. Jetoi për të qenë i mirë. Dhe kjo është madhështia më e madhe që ka parë ndonjëherë njerëzimi. Mendimet e një perandori e sundon vetveten o shpirtim i vogël. Ti je një pikë në oqeanin e përjetësisë, por brenda teje është i tërë kozmosi. Kur agimi i kuq mbulon Romën, kur legionet presin urdhrin tim, unë nuk pyes: çfarë do të më jap bota sot? Por, ç'do t'i jap unë botës? Sepse ti, o njeri, ke vetëm një gjë që të takon vërtet: mendjen tënde. Gjithçka tjetër, kuror, purpur, lavdi, edhe trupi yt janë të huazuara. Do të kthehen në pluhur. Por mendja jote mund të mbetet e patrazuar, si një kala që as tuhi, as tradhti, as vdekjes mund të rrëzoj. Kur dikush të lëndoj, mos u hidhëro. Thuaj: ai veproi sipas natyrës së tij të kufizuar. Unë do të veproj sipas natyrës sime të lartë. Kur të godet fatkeqësia, buzëqesh. Thuaj: ti je vetëm një stërvitje për virtytin tim. Kur të rrethojnë lajka dhe pushteti, kujto: sot mund të jem perandor, nesër një kufon që kalben. Çfarë vlen kurora, nëse shpirti është rob? Jeto sikur çdo frym të jetë e fundit. Thuaj çdo mëngjes: sot do të takoj njerëz që gënjejnë, që janë të padrejt, të pabes, ziliqar, egoist, por unë nuk do të jem si ata, sepse unë e di, ata janë vëllezërit e mi, edhe pse kanë harruar. Prano atë që vjen. Vdekjen,
Ajo është ligj i natyrës. Dhimbjen. Ajo është mësuese. Humbjen. Ajo të çliron. Bëj çdo gjë sikur të jetë vepra jote e fundit. Punën tënde të vogël me dashuri. Fjalën tënde me drejtësi. Heshtjen tënde me dinjitet. Dhe kur të vijë ora jote, mos u ankohu. Thuaj si unë. Kam jetuar mjaft. Kam parë gjithçka. Tani shpirti im kthehet te logosi, te rendit hyjnor që drejton yjet dhe zemrat. O njeri i vogël, bëhu i madh në atë që s'mund të të marrë askush, në mënyrën se si ti zgjedh të mendosh, sepse perandoria e vërtet nuk është Roma. Është kjo, një mendje e qetë, në mes të një bote që digjet, citimet më të fuqishme të Mark Aurelit, në Shqip. 1. Ti ke fuqi mbi mendjen tënde, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kupto këtë dhe do të gjesh forcë. 2. Humbja e kohës është humbja më e madhe. Jeto me një herë. 3. Kur zgjohesh në mëngjes, thuaj: sot do të takoj njerëz kurioz, mosmirnjohës, të dhunshëm, tradhtar, ziliqar dhe antisocial, por unë jam i mirë me ta, sepse edhe ata janë njerëz si unë. 4. Gjithçka që dëgjojmë është një opinion, jo fakt. Gjithçka që shohim është një perspektivë, jo e vërteta. 5. Bëj çdo gjë sikur të jetë gjëja e fundit që bën në jetë. 6. Sa më pak të kesh nevojë, aq më afër je Perëndive. 7. Vdekja buzëqesh të gjithëve. Gjëja më e mirë është t'i kthesh buzëqeshjen. 8. Mos u sill si të jetosh 1000 vjet. Fati të vjen si një shigjet. Përdore mirë kohën që të ka mbetur. 9. Nëse diçka të shqetëson nga jashtë, dhimbja nuk vjen nga vetë gjëja, por nga vlerësimi yt për të. Dhe këtë vlerësim ti ke fuqi ta heqësh në çdo çast. 10. Perandoria më e madhe është të sundosh vetveten. Ky është Mark Aureli, jo perandori që pushtoi botën, por njeriu që pushtoi vetveten. Dhe kjo është fitoria më e madhe që ekziston ndonjëherë. Thirrja e parë 00. 01:05 mesnatë ti je zgjuar. Syt të djegin. Në dhomë ka errësirë, por në kokë ka stuhi. Ke lexuar mesazhin e fundit. Je dështim. Ke parë bilancin 0. Ke dëgjuar zërin e nënës që të thotë të pata thënë. Ke parë ishin që feston me tjetrin. Ke parë shokët që postojnë makina të reja. Dhe ti je këtu, i vetëm, me duar bosh, me zemër të thyer në 47 copa. Mirë, kjo është nata jote e fundit si i mundur. Kjo është nata jote e parë si i pavdekshëm. Sot ti do të vdesësh, jo trupi, shpirti i vjetër. Ai që besonte se je çfarë të tjerët thonë për ty. Ai që priste leje për të ëndëruar. Ai që i kishte frikë gabimeve. Sot ti do të lindësh përsëri, me emër të ri, me zjarr të ri, me ligj të ri, e vendos kush e. Ligji i parë të eke e historia jote e vjetër. 500 fjalë. Çdo njeri i madh ka një varr ku është varrosur versioni i vjetër i vetes. Aleksandri i madh u dogji nga ethet në Babiloni, por u ngrit si mbret i botës në moshën 20 vjeç, sepse e varrosi fëmijën që i thoshin i vogël. Oprah Winfrey u përdhunua në 9 vjeç, u shtatzën në 14, humbi fëmijën dhe u ngrit si miliardere, sepse e varrosi vajzën që i thoshin askush. Elon Musk u tallë në Afrikë të Jugut, u rahën çdo ditë, dhe u ngrit si njeriu që dërgoi raketa në Mars, sepse e varrosi djalin që i thoshin i çmendur. Edhe ti ke një varr. Sot do ta hapësh. Do të nxjerrësh eshtrat e atij që ishe dhe do t'i thuash: faleminderit që më mbrojte derisa isha i dobët. Tani je pushim. Unë nuk kam më nevojë për ty. Shkruaj në një letër të gjitha dështimet. Provimi që e dështove 3 herë, biznesi që falimentoi, dashuria që të braktisi, miq që të lanë, parat që i humbe, ëndra që i vrave vet pastaj digje letrën. Hap dritaren. Lësho hirin në erë, dhe bërtit, erë eke eke. Ligji i dytë, dhimbja është lëndë djegse, 600 fjalë. Çdo lot që ke derdhur është benzin. Çdo natë pa gjumë është zjarr. Çdo nuk je i Zoti është erë që e fryn zjarrin më lart. Kujto momentin kur ishe në dysheme. Kujto kur të dogjen zemrën.
Kujto kur të tallën para të gjithëve. Tani qëndro në këmbë. Shtrëngo grushtin. Dhe thuaj, ti mendove se më theve. Por ti më ndeze. Unë e di çfarë ndjen. Unë isha ti. Në vitin 2017 isha 27 vjeç. 7.000 euro borxhe. Pa punë, pa të dashur, pa shok. Më irmihi 7 kg çdo muaj nga stresi. Më than, je 30 pranë dhe 0. Sot jam 35 vjeç. Kam 7 biznese. Kam 70 njerëz që punojnë për mua. Kam një grua që më do si të çmendur. Kam një djalë që më thëret baba heroi. Si, sepse një natë bëra një betim. Do të jem aq i suksesshëm sa dhimbja të ketë kuptim. Dhe ti do ta bësh të njëjtën. Jo nesër. E tani. Dhe ligji i tretë, koha është armiku të jë i madh dh aleati të jë i fort. 700 fjalë. Të gjithë ka 24 orë. Ti ke 24 orë. Por ti ke diçka që të tjerët nuk e kanë. Rëpërë të provuar se janë gabim. Çdo sekond që ti e harxhon duke u ankuar, dikush tjetër po stërvitet. Çdo minutë që ti fle, dikush po ndërton perandori. Por çdo minutë që ti punon, ti po i shkruan historinë tënde të re. Ja plani 3000 ditor, 8 vjet që më ndryshoi jetën. Viti një bëhu i pathyeshëm çdo mëngjes 5. 00 zgjohem, 50 pompa, 50 zgjatime, 10 minuta vrapim, 1 orë lexim, libra që të rritin mendjen, 8 orë punë pa telefon, 22. 00 Fleviti 2 mëso një zana të paguan, zgjodha programim, 1000 orë kodim në 365 ditë, nga 0 euro në 2000 euro dhe muaj freelance viti 3, ndërto diçka tëndi. Fillova një faqe interneti për kurse shqip, 7 muaj pa fitim, muaj i 8 të, 700 euro, muaj i 12 të, 7000 euro viti 4-8 shumëzo, nga një biznes në 7, nga një punonjës në 70, nga 0 pasuri në 7 shifrore ti mund ta bësh më shpejt. Unë isha dembel, ti je më i zgjuar se unë. Dhe ligji i 4 EDE është një pe për diçka herë të madhe. 500 fjalë. Çdo derë që të mbyllet është një portë që hapet. Kur më refuzuan 47 punë, më shtyn të krijoj punën time. Kur më lan 3 të dashura, më mësuan çfarë do vërtet. Kur më vodhën 20.000 euro, më mësuan të mos kem besim të verbër. Sot falenderoj çdo jo, sepse çdo jo më çoi te po më i madh. Edhe ti do të falenderosh. Atë që të braktisi, atë që të mashtroj, atë që të talli, atë që të shiti një ditë do t'i takosh dhe do t'u thuash, faleminderit. Pa ty nuk do të isha këtu. Dhe ligji i 5, suksesi është hakmarrja e bukur. 400 fjalë, mos u hakmar me fjalë. Hakmaru me rezultate. Lëri të flasin, ti puno. Lëri të qeshin, ti fiton. Lëri të postojnë foto me pushime. Ti posto foto me kontrata të reja. Një ditë do të jesh në podium. Do të kesh në dorë çmimin. Dhe ata që të quajtën dështim do të jenë në publik. Dhe ti do të buzëqeshësh. Jo sepse i ke mundur ata, por sepse i ke mundur veten. Dhe 30 rregullat e pathyeshme të jetës si re, 600 fjalë 1. Zgjohem 5. 00 çdo ditë, pa përjashtim 2. 5 minuta meditim. Unë jam i pathyeshëm 3. 30 minuta trup, djers çdo ditë 4. 1 orë mendje, lexim që të rrit 5. 8 orë punë e thellë, 0 shpërqendrim 6. 0 pornografi, energjia shkon te qëllimet 7. 0 alkool, mendje e kthjellët 8. 0 rrjete sociale para 12. 009. Çdo të diel planifikoj javën 10. Çdo të premte festoj fitoret e vogla 11. Çdo muaj kursej 20 i 12. Çdo 3 muaj investoj në veten, kurs, libër, mentor 13. Çdo 6 muaj ndryshoj qytet, perspektiv e re 14. Flas vetëm kur kam diçka për të shtuar 15. Dëgjoj 2 herë më shumë se flas 16. Falenderoj 3 njerëz çdo ditë 17. Shkruaj 3 fitore çdo natë 18. Lexoj 10 faqe çdo mëngjes 19. Studioj 1 orë gjuhë të huaj 20.
Ndihmoj një person pa pritur asgjë 21. Flesh 7, 8 orë, trupi është tempull 22. Pi 3 litra ujë 23. Ec 10.000 hapa 24. Bëj një gjë që më tremb çdo ditë 25. Refuzoj çdo po që më largon nga qëllimi 26. Kur them nuk kam kohë, them nuk është prioritet 27. Kur them nuk mundem, them nuk dua mjaftueshëm 28. Kur them fajin e ka tjetri, them fajin e kam unë 29. Çdo dështim e shkruaj si mësim 30. Çdo sukses e festoj si fillim dhe. Mesazhi përfundimtar për të e duke lexuar këtu. 300 fjalë, ti nuk je vonë. Ti je në kohë. Ti je pikërisht ku duhet të jesh. Dhimbja jote është dhuratë. Dështimet e tua janë medalje. Llotët e tua janë ujë që ujiti farën. Tani fara po çan dheun. Tani ti po del në dritë. Qëndro në këmbë. Hap kraharorin. Merr frym thellë. Dhe bërtit me mua. E ke e dështim. E fillimi i një legjende. E zjari e digjet e ersir. E stuhia e vjen. E ai he botët dhe të kujtojnë. Tani mbyll këtë tekst. Hap derën. Dil jashtë. Dhe fillo. Sepse bota pret të tregoj historinë tënde. Dhe historia fillon tani. Ti je i pathyeshëm. Mos harro. Asnjëherë. Me zjarr në zemër. Njeriu që ishe ti një herë, por që tani është i pavdekshëm.